Një 52 vjeçar i kërkuar për trevrasje në Maqedoninë e Veriut u arrestua në Tiranë ku fshihej prej kohësh duke përdorur dokumente identifikimi të falsifikuara në emër të një shtetësi nga Kosova. Policia e shtetit thotë se në pranga është Besim Sherifi, banues në Kopanis të Maqedonisë së Veriut, ku në tetor të vitit 2007 ai ekzekutoi me armë zjarri 3 persona. Ai ishte shpallur person në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Shkupit ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për vrasjen e 3 fisht, krim për të cilën sipas ligjit në vendin fshinj mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Policia e shtetit thotë se Besim Sherifi u arrit të lokalizohet dhe arrestohet në Tiranë pas një hetimi disa mujor nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale. Ai u ndalua në zonën e liçenit të Thatë. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesë 52 vjeçarit ju gjet një pasaport kosovare, kartë identiteti kosovare dhe leje për drejtim të automjetit të falsifikuara me generalitetit e një shtetësi nga Kosova. Nën identitetin e falsifikuar kishte arritur të fshihej për një kohë të gjatë, por nuk i shpëtoi dot përballjes me drejtësinë për vrasjen e 3 fisht në vendlindje. Policia e shtetit thotë se Besim Sherifi do të mbahet nën masa sigurie të përkohshme deri në përfundimin e ekstradimit drejt Maqedonisë së Veriut. Procedurat po ndiqen nga Interpol Tirana dhe Interpol Shkupi. Ndërkohë 52 vjeçari do të përballet në vendin tonë me hetime për veprën penale, falsifikimi dokumenteve për vjedhjen e identitetit të një shtetësi kosovar, emrin e të cilit përdorte për t'u fshehur.